Përshëndetje të nderuar shikues, këto janë lajmet e orës 12. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka emëruar të martën General Majorin Bashkim Jashari si komandant të ri të Forcës së Sigurisë së Kosovës pas dorëheqjes së Raman Ramës. Siç është njoftuar nga presidenca, emërimi është bërë në përputhje me ligjin për FSK-n pas propozimit të ministrit të Mbrojtjes dhe rekomandimit të kryeministrit të Republikës së Kosovës. Para emërimit të komandantit të ri, presidentja e mbështetur në dispozitat ligjore ka dekretuar lirimin nga detyrat të komandantit të deritanishëm të FSK-s, General Lajtenant Raman Rama, pasi që ai ka paraqitur dorëheqjen e tij. Rama ka dhënë dorëheqje pasi mësohet se do të shërbejë në një mision ushtarak jashtë Kosovës. Burimet e kohës kanë bërë të ditur se Rama do të shërbejë në njërin prej vendeve të rajonit. Është duke u punuar jo vetëm në njojën e Kosovës nga kontinentet e reja, por edhe me 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Këtë e ka thënë kryediplomatja Donika Gërvalla në raportimin para Komisionit për Punë të Jashtme për arritjet e ministrisë që ajo ka drejton. Gërvalla ka thënë gjithashtu se në vendet hezituese të BE-s është shënuar progres në përjashtim të njërit prej tyre, por nuk ka specifikuar se cilit. Ajo ka folur me këtë rast edhe për iniciativën e Ballkanit të hapur, me që rast ka thënë se Kosova asnjëherë nuk ka marrë ftesë zyrtare. Ka shtuar se nëpërmjet kësaj iniciative është tentuar që të krijohet një paralele jo vetëm për rrugën drejt BE-s, por edhe për procesin e Berlinit. Lidhur me çështjen e anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, ajo ka theksuar se ekziston një strategji qartë e formuluar dhe se është duke u punuar më shumë kujdes. Nuk ka zbardhur hollësi, por se ka kërkuar që në rast se kërkohen informata shtesë, raportimi i saj do të ishte më mirë që të bëhej pa praninë e mediave, nga se siç ka thënë i druan dëmtimit të proceseve. Sepse ne kemi pyetje që lidhen. Nxënësi plagosur në sulmin e së premtes mbi një autobus në Glloxhan është në gjendje të mirë shëndetësore dhe pritet që të lirohet së shpejti nga trajtimi mjekësor. Spitali në të cilin po trajtohet nxënësi i lënduar ka konfirmuar përkohën se ai pritet që të lirohet sot apo nesër. Sulmi mbi autobusin me udhëtar në fshatin Glloxhan ka lënë të vdekur 2 nxënës dhe shoferin e automjetit. Ndonse kanë kaluar 4 ditë që nga vrasja trefisht, ende nuk janë zbardhur rrethanat dhe nuk dihen as motivet. Qeveria e Kosovës ka ofruar 20.000 euro shpërblim për kodo që siguron informata të cilat mund të shojnë në zbardhjen e rastit. Kryeministri Albin Kurti në ditën e varrimit të viktimave ka thënë se informatat lidhur me rastin janë duke u shtuar, por se ende nuk kanë ndonjë të dyshuar. Ai ka bërë të ditur se janë duke u shqyrtuar 2 deri në 3 pista të dyshimit, por pa ndonjë informacion të detajuar. Ndonse fillimisht ishte raportuar se sulmi mund të ishte akt terrorist, policia e Kosovës e ka mohuar një pretendim të tillë, duke thënë se nuk ka arsye për të besuar se incidenti ka të bëjë me terrorizmin. Në mungesë të kuorumit është anuluar mbledhja parapart për të martën e kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Sipas shefit të grupit parlamentar të AK-s Vesnik Tahiri, njëri nga anëtarët e mbledhjes së kryesisë në moment të fundit ka anuluar pjesëmarrjen. Këtë gjë Tahiri e ka quajtur të papranueshëm. Mungesa e kuorumit ka shkaktuar dështimin e mbledhjes për të 6-ën herë radhazi. Në seancën e sotme, kryesia e Kuvendit do duhet të shqyrtonte pikat e papërfunduara të rendit të ditës nga seancat e mëhershme plenare. Pritej që të caktohej edhe data për seancën e ardhshme plenare. Barbadosi nuk e njeh më zyrtarisht mbretëreshën Elizabeta II si lidere të shtetit dhe është bërë Republika më e re duke mbajtur ceremoninë në kryeqytetin Bridgetown. Sandra Mason është betuar si presidente në ceremoninë e mesnatës që rastisi me 55 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Princi i Walesit dhe këngëtarja nga Barbadosi Rihanna ishin pjesëmarrës. Në një fjalim, Princi Charles ka kujtuar mizorinë e tmerrshme të skllavërisë që ka përjetuar ishulli i Karajibeve. Për të përshkruar fuqinë e ndryshimit të pushtetit, një përshëndetje finale ju bën monarkisë britanike dhe flamujt u zëvendësuan me ceremoni. Princi Charles ritheksoi se lidhja mes 2 kombeve do të vazhdojë pavarësisht ndryshimet. 72 vjeçaria Mason u zgjedh presidente e shtetit pas votimit në parlament muajin e shkuar. Ajo tani zëvendëson mbretëreshën në krye të shtetit.